edhe institucione tjera, dhe pastaj që Kuvendi i Kosovës mund të bënte ndonjë rezolutë spakut para se të bënte një mekanizëm kontrolli ndaj kësaj gjykate. Sepse gjykata që është e themeluar nga Kuvendi i Kosovës, e cila gjendet me Selinë në Hog, përkatësisht kryetarja e kësaj gjykate, Ekaterina Trëndafillova, nuk i raporton askujt në Kosovë. Vetëm vjen, bën takohet me media, me shoqërinë civile, edhe kërkesa e saj vazhdimisht ka qenë që ta edukoj shoqërinë civile që edhe të bëjnë sondazhe që popullata në Kosovë në bazë sondazheve të tyre të bëjë ndonjë përkrahje apo ta shikoj ajo përqindjen e kësaj përkrahje të popullatës ndaj kësaj gjykate. E vazhdimisht thirret si gjykatë në emër të popullit e vazhdimisht punon edhe ik nga populli. Mendoni që mund të përveç këtij mekanizmi kontrolli, natyrisht që deputetët e Kuvendit të Kosovës do të mund ta ndryshonin ligjin. Ne vazhdimisht e kemi thonë që ligji për dhomat e specializuara, Kuvendi i Kosovës ka të drejtë ta amandamentoj, ta ndryshoj, pse jo ndoshta ka mund ta bëj Kuvendi i Kosovës që kjo gjykatë do të mund të kthehej edhe në Kosovë, pse të qëndroj atë në Hog. Edhe shkeljet e Mendoni ju që deputetët e Kuvendit Kosovës mund të bëjnë diçka në këtë drejtim, mund ta ndryshojnë këtë ligj, kanë ndikim tek kjo gjykatë? Shqyqoni, shkeljet e vazhdueshme që u kanë bë krerëve të UÇK-s dhe bashkëluftarëve të tjerë atje, janë sidomos, jo dini asnjëherë lere që nuk kanë mund të mbrohen në liri, janë 4 vite e gjysmë që gjenden para burgim, por edhe në raste ceremoniale, për ceremoni varrimi, kur ju kanë ndodhur, apo ju kanë vdek familjarët e tyre, ata nuk ka mund të vinë as në varrim. Edhe skandali, apo shkelja flagrante e fundit është, ju e dini që prokuroria, apo zyra prokurorit specializuar, e ka përfundu çështjen me dëshmitarët, dhe gjithmonë arsyetimi i tyre ka qenë që nuk mund t'i lejojnë që të mbrohen liri për shkak se i rrezikojnë dëshmitarët. Dhe përderisa e ka përfundu prokuroria çështjen me dëshmitarët, kjo është shkelja edhe më flagrante si nuk mund t'i lejojnë që ata të mbrohen tash në liri sepse dëshmitarët e prokurorisë kanë përfunduar. Klinaku, për fund kam një pyetje. Kush nënshkroi dhe kush jo nga deputetët e rinj? Ka shumë që kanë nënshkruar aty për aty. Shumica pastaj prej tyre i kanë marrë letrat, nuk na kanë refuzuar dhe kanë marrë letrat brenda, kanë thonë që pasi ti lexojnë apo analizojnë do të nënshkruajnë. Ka prej tyre që pasi e kanë marrë brenda, ne i kanë delegu, ne i kanë dërgu jashtë të nënshkruara, që e ka refuzuar edhe që as nuk ka fol me neve është kryeministri Kurti, është një deputet me sa diun ky Adem Hoxha më duket. I minoriteteve dhe siç kam dëgjuar pastaj pe tjerëve është edhe më duket që nuk është ndaluar dhe Abdullah Hoti. Do thot këta ndërsa të tjerët ne kanë marrë letrat të gjithë. Po, ne kemi qenë 2 grupe. Kishte ndonjë befasi nga deputetët e lëvizjes vetëvendosje? Ishin dhe ata të hapur? Ishin dhe ata pro për të bashkëpunuar me juve për betimin për drejtësi në këtë rast që i dedikohet ish-krerëve të UÇK-s që janë në Hag? Në spori atyre secilit që e takuam aty, ja uruam detyrën apo marrjen e mandatit si deputet. Dhe pastaj ju treguam që kemi një kërkesë që përderisa jeni deputet të zgjedhur dhe ne si votues që kemi dalë aty, secilit subjekt politik, ju përfaqësoni qytetar dhe me qenë se jeni deputet zgjedhur të popullit, e keni për obligim që t'i përfaqësoni qytetarët, gjithë qytetarët e Republikës Kosovës dhe qytetarë, ne i kemi edhe ata që janë të paraburgosur në Hog dhe e keni obligim